kanë protestuar në Angli edhe për projektin e Skavicës që të shkatroj atë dibër që ka kjo Shqipëri. Turp Edi Rama që do të shkatroj historinë e Shqipërisë. Turp që do të shkatroj historinë e Qeç Kastriotit, që ka luftuar çdo ditë për Shqipërinë. Unë dua të them edhe diçka tjetër për shëndetësinë e Shqipërisë. A e dini ju që prindit e mi, gjyshrit e mi, përpiqen të shkojnë në spitale, por pasaj ata direkt i thonë, jo, duhet të shkosh në privat. Turp! Se duhet i mbushim lekët neve oligarkve që të shkojmë në privat, që të marrim diçka, të marrim shëndetësi, që ky shtet duhet të na japë. Turp! Edhe një gjë tjetër që thot Edi Rama, ky është investim për Shqipërinë, për rinin, për njerëzit që nuk kanë lek. Pse Shqipëria nuk ka investim që vërtet i jep rëndësi Shqipërisë? Sepse diploma në Shqipëri nuk njihet. Sepse diploma sot shitet. Njerëzit shkojnë në shkollë, edhe dalin për shkolle, pasi kanë luftuar për atë diplomë, edhe pasaj shkojnë të kërkojnë punë edhe thonë, më falë, nuk mundet marrë çdo të punë, se ti nuk njeh një person, ose ti nuk e ardhur këtu me networkun tënd të njerëzve që njeh. Turp! Shqiptarët çdo ditë shkojnë në shkollë, marrin autobusa, që vetëm që të marrin një diplomë, që ata të dalin para prindërve dhe t'i thonë, shiko bab, shiko mam, unë kam luftuar për këtë diplomë. Edhe pse nuk mundet të gjenë ata punë, sepse ja është ky sistem, këta oligarkë që e kanë shitur Shqipërinë, çdo ditë. Unë kam ardhur me një mesazh shumë të shpejtë. Rama e Berisha, ju duhet jeni në burg! Rama pur Berisha burg! Rama pur Berisha burg! Rama pur Berisha burg! Shumë faleminderit! Zëri i rinis është ai që ja trep më shumë kryeministrin tonë. Zëri i rinis është ai që nuk po i lë të qetë dhe që të ndrojë mendimin e vet çdo ditë. Një agent grek, serb, iranian, tradhtar, por tani po kujdeset me fjalët e tij. Studentët janë ata cilët janë në këtë çast duke përcjellë edhe mesazhe, me sa duket edhe në synimin e tyre është që të përcjellin ndoshta edhe më fort mesazhet e të rinjve për t'i dhënë kështu ndoshta edhe një përgjegjësi më të shtuar kryeministrit aktual apo dhe qeverisë në raport me gjitha problematikat e vendit, njëjtë sigurisht se një prej studentëve po komunikonte vetëm pak më parë në të gjithë problematikat që has si sistem. Nëse një gjë e tillë do të ketë ndryshim, padyshim do të jetë fitoria edhe e tyre. Marcela, nëse të rinjt sot vijojnë të qëndrojnë në njëjtës formë rezistence, do të jetë kjo fitoria e tyre domosdoshmërisht apo jo? Shpas ata duhet që kanë energji më të madhe. Besoj që të qëndrojnë kësaj rezistence, por duke parë numrat edhe sheshin që ne kemi komentuar edhe për ditë të tjera së bashku, që ka qenë super më masiv, shpresoj shumë që të gjenden mekanizma të tjerë, të gjenden trajta të tjera për ta mbajtur frymën gjallë të kësaj proteste. 17 ditë nuk janë pak.